Si flisnin shqiptarët në antikitet? Zvicra ndan 1 milion euro për zbuluar rrënjët e gjuhës shqipe. Megjithatë ne e dim pak a shumë, po Universiteti i Baselit ka zgjedhur një fotografi të portës juglindore të qytetit Ilir Amantja për të njoftuar mbi një projekt kërkimor mbi gjuhën shqipe, që bëhet me dije. Projekti është financuar nga Fondi Kombëtar i Zvicrës për shkencën dhe bar titullin Gjuha shqipe në antikitet. Problemi ka nisur në tetor të vitit 2022 dhe pritet të mbyllet në shtator të këtij viti. Qëllimi i projektit është përcaktoj se si kanë folur paraardhësit e shqiptarëve në antikitet, ose si nënvizohet një përshkrim. Projekti synon të përcaktoj se si dukej pararendësia e gjuhës shqipe në antikitet dhe ku mund të jetë folur kjo pararendëse. Ky projekt është frymëzuar nga puna vazhdueshme e kolegëve të ndryshëm të përshkrimit gramatikor të teksteve të shqipes së vjetër dhe puna aktuale mbi etimologjinë e shqipes, shkruan gazetari Enver Robelli.